Për aq vite sa do jetoni, nuk do keni më dhimbje në kocka, ja receta magjike. Dhimbjet dhe inflamacionet e kyçeve mund të kurohen më së miri me përdorimin e limonit, por lëkurat e tij dhe tuli mund të jenë gjithashtu një përfitim i mirë. Lëkurat e limonit në këto raste mund të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj të nyjeve dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe merrni këto vlera të limonit para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë në përditshmërinë e recetave tuaja. Ashtu si shumë fruta të tjerë, përgjigja mund të jetë edhe për shkak se vlerat që ofrojnë lëvoret e limonit mund të jenë më të mira edhe në luftën kundër inflamacioneve të nyjeve. Të lëkurat e tij mund të gjeni edhe përfitime mbreslënse për shëndetin. Nëse po përjetoni dhimbje të kyçeve, sigurohuni që të merrni në përdorim lëkurat e limonit, që do t'ju japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe do të lehtësojnë komplikacionet e ndryshme të tij. Mënyra se si mund t'i qetësoni dhimbjet e inflamacioneve ka edhe një veçori të mirë. Merrni një kavanoz dhe vendosni në të 2 limona të mëdhenj. Shtoni vajin e ullirit derisa të mbulohet limoni. E mbyllni më pas kavanozin dhe e lini të qëndrojë për 2 javë në një vend të errët dhe të freskët. Madje edhe në vendin e kuzhinës, në një vend të thatë mund ta mbani edhe aty. Pas 2 javësh, kjo përzierje me limon për dhimbje dhe inflamacione të kyçeve do të jetë gati për përdorim. Kjo përzierje mund të ofrojë një lehtësim kundër inflamacioneve. Lyeni një garzë me të dhe vendosni në zonën ku keni dhimbje. Lidheni më pas me një shami, fasho ose leukoplast. Kjo metodë natyrale për entjen mund të qetësojë edhe dhimbjet duke aplikuar në mbrëmje. Mund të merrni rezultatet më të mira derisa të shkoni tek mjeku ditën e nesërme. Në një tenxhere të madhe, shtoni 1 litër ujë të distiluar dhe lëkurat e 2 limonave të mëdhenj. Shtoni më pas edhe lëngun e këtyre 2 limonave. E vendosni që të ziejë së bashku. Sapo të marrë valë përbërja, e lini të ftohet në temperaturën e dhomës. E mbani më pas atë në frigorifer. Sa herë që të ndjeni bezdit dhe dhimbje të kyçeve, ngroheni në mikroval 1 filxhan prej kësaj përbërje dhe të shtoni gjithashtu edhe mjaltin organik. Kjo përzierje do ju ndihmojë në lehtësimin e inflamacioneve dhe do ju ndihmojë që gjithashtu të keni një mbrojtje më të mirë të nyjeve dhe të lehtësoni komplikacionet e tyre. Osteoporoza është një sëmundje e kockave. Kockat dobësohen dhe humbasin fuqinë e tyre, prandaj edhe kanë tendencën që ato të thyen gjithmonë edhe më shumë. Sekreti për të pasur kocka të forta dhe rezistente është që të përdorni produktet natyrale në përditshmërinë tuaj, çka do ju ndihmojë dukshëm në forcimin e nyjeve dhe lehtësimin e dhimbjeve të tyre. Këto janë produkte të cilat mund t'i konsumoni në dietën tuaj që sipas ekspertëve të Healthline mund të ndihmojë që të keni kocka më të forta dhe nyje akoma dhe më të shëndetshme. Qumshti. Ekziston një arsye pse qumshti është një burim i kalciumit për shëndetin e kockave. Qumshti pa yndyr do ju kushtojë 90 kalori, që do ju japë gjithashtu rreth 30% të dozës ditore të kalciumit. Gjithashtu zgjidhni një markë të fortifikuar me vitaminën D për të marrë të mirat të dyfishta. Në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu kosi. Shumica e njerëzve marrin vitaminën D përmes ekspozimit në diell dhe rrezet e diellit, por disa ushqime siç janë për shembull edhe kosi janë të fortifikuara ndjeshëm me vitaminën D. Një filxhan me kos i shtuar vazhdimisht në dietat tuaja ditore është një mënyrë shumë e mirë për të marrë sasinë e duhur të kalciumit të nevojshëm edhe për kockat. Femrat prodhojnë gjithashtu edhe një dobësim më të madh të kockave të tyre, kjo edhe për shkak të problemeve të menopauzës. Djathi është një tjetër nënprodukt i qumshtit që mund të ndikojë dukshëm pozitivisht në shëndetin tuaj të nyjeve dhe të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e dhimbjeve të tyre. 40 gram djath të bardhë çdo ditë është një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën. Gjithashtu ekspertët tregojnë se edhe sardelet janë në një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar vazhdimisht në dietat tuaja ditore, me ndikimin e tyre pozitiv mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e nyjeve dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe dhimbjet e tyre.
Sardelet do të ofrojnë vitaminën D dhe kalcium, dy minerale shumë të rëndësishme për shëndetin e kockave dhe lehtësimin e dhimbjeve. Salmoni gjithashtu është një ushqyes shumë i mirë në dietën tuaj ditore. I konsumuar në sasinë e rekomanduar ditore, ai mund të jetë një përzgjedhje fantastike për dietën tuaj, në betejën kundër komplikacioneve dhe në nxitjen më të mirë të një organizmi të shëndetshëm. Vezët gjithashtu janë një produkt që mund të ofrojë një nxitje më të mirë të shëndetit të nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ato ofrojnë 6% të vitaminës D në dietën tuaj ditore. Janë në një mënyrë shumë e shpejtë dhe e lehtë për të marrë këto minerale mjaft të rëndësishme për shëndetin e nyjeve. Vezët mund të ofrojnë një rigjenerim më të mirë të shëndetit të kockave dhe të parandalojnë edhe komplikacionet. Lëngu i portokallit. Një gotë e freskët me portokall mund të shtuhet në dietën tuaj, pasi është e pasur me kalcium, gjithashtu edhe me vitaminën D, por është e fortifikuar shpesh për përmbajtjen e lartë të këtyre dy ushqyesve. Gjithashtu, studime të ndryshme kanë treguar se këto produkte kanë gjasa që të mbajnë edhe shëndetin e kockave më të fortë, të evitojnë kështu dhimbjet e tyre dhe të nxisin një shëndet më të mirë të nyjeve. Nëse tregohuni të vëmendshëm ndaj asaj që shtoni në dietën tuaj, do ta keni më të lehtë të përmirësoni strukturën e kockave dhe të evitoni kështu edhe dhimbjet e tyre. Kjo është një nga mënyrat më të mira ushqyese për kockat në luftën kundër inflamacioneve dhe në një nxitje të një strukture më të mirë të nyjeve. Drithrat, peshku ton dhe spinaqi janë produkte të tjera shumë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Të kesh kocka të forta është të çelësi për një jetë energjike dhe me aktivitet të plotë. Për këtë arsye, në këtë video do të listojmë disa nga produktet më të mira ushqyese për kockat që mund të mbrojnë shëndetin e tyre dhe të evitojnë gjithashtu dhimbjet e forta. Produktet e qumshtit mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të pasur kocka të forta dhe një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj të nyjeve. Qumshti, kosi, djathi janë ushqime të pasura me nivele shumë të larta të kalciumit, i cili është shumë i rëndësishëm ndërtues për kockat. Përveç kalciumit, produktet e qumshtit përmbajnë gjithashtu edhe vitaminën D. Vitamina K që rrjedhimisht do ju ndihmojë që të keni absorbim më të mirë të kockave dhe të keni një strukturë më të fortë të tyre. Gjithashtu, bajamet janë një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes për shëndetin tuaj të nyjeve dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe inflamimin e tyre. Sigurohuni që të zgjidhni produkte të duhura ushqyese në dietën tuaj. Do ta keni më të lehtë të ndihmoni në strukturën më të mirë të kockave dhe të evitoni inflamimet e tyre. Kjo është një nga mënyrat më të mira për të kujdesur më shumë për shëndetin e kockave dhe të evitoni komplikacionet dhe ndikime negative të tyre. Vezët janë një nga produktet që mund të nxisin një shëndet më të mirë të kockave. Vezët nuk janë vetëm për mëngjes, por janë një burim i shkëlqyer i vitaminës D, vitaminës K, gjithashtu, siç u përmend më herët, ato janë të pasura me minerale siç është edhe kalciumi. Një vezë në ditë mund të sigurojë lëndë ushqyese veçanërisht të rëndësishme për shëndetin e kockave dhe strukturën më të fortë të tyre. Ekspertët i cilësojnë vezët si një nga përzgjedhjet më të mira për shëndetin e kockave dhe në një forcë më të madhe të nyjeve. Këto nën-produkte janë një ndihmë e çmuar për shëndetin e kockave dhe si të tilla duhet të konsumohen në vazhdimsi të dietave tuaja. Sardelet. Nëse nuk jeni adhurues i produkteve të qumshtit ose thjesht doni të shtoni më shumë diversitet të burimeve ushqyese të kalciumit, atëherë në dietën tuaj një alternativë e shkëlqyer janë edhe sardelet. Ato janë të mbushura me nivele shumë të mira të kalciumit, vitaminat B, gjithashtu edhe yndyrnat omega 3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e kockave dhe lehtësimin e dhimbjeve. Sa më shumë produkte natyrale të shtoni në dietën tuaj ditore, aq më pak dhimbje do të keni. Gjithashtu, konsultohuni me mjekun tuaj në mënyrë që të bëni një dietë të përshtatshme vetëm për shëndetin tuaj. Kjo është një nga mënyrat më të mira për të nxitur një strukturë të fortë të shëndetit të nyjeve dhe të evitoni gjithashtu komplikacione dhe dhimbjet e tyre. Duke u konsultuar me mjekun dhe duke bërë përzgjedhjen e duhur të dietës, do ta keni më të lehtë të mbani larg dhimbjet. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.